Vëllezër, para se me fillua dersën e sodit, kisha një këshill për vllazërit, pasi që para namazit vitrit ndëgjova një fjalë, një vëlla pasi që ishte të shpjeguar se do t'i falim 2 pastaj 1, e dël për njënit një fjalë, tha 2 me 1. Kjo është din, vllazërit. Për çështjeve të tauhidit, besimit, është që njeriu të ketë kujdes se në dinin e Allahut nuk ka tallje. Edhe se tallja tek ulemat e ehli sunnetit llogaritet prej gjanave e cilat çet prej fejes më njëherë. Nga se Allahu Azza wa Jall kur na tregon neve për luftën e Tebukit, suratu Tauba, për ato persona të cilët kishin dalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhihad. Jo në punë të lehtë, në xhihad, në ditë të nxehta, kishin lënë familjet e tyra, edhe fëmijët e tyra, edhe gratë e tyra. Ushqim jetë mjaftueshëm për rrugë. Deve nuk ishte mjaft për secilin. Rruga i shkonte një mujdet në për atë sahra, në për atë shkretin, edhe dolën luftë. Po të donë më tregu këtë kjo ndodhi se ata persona që ka dolën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë xhihad nuk ishin çfarë do njerëz. Po ishin njerëz që më të vërtetë donin Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ju dolën disa prej tyre disa fjalë o tallën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu po na shpjegon për ato persona, edhe po thotë wa in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'ab. Kur ti pyet ti ato pse I thut ju këtë fjalë, thonë nuk kishmi qëllim të keq. Këta që ka banë me kishtim vetëm sa hajgare, tallje nuk kishmi kurrë farçëllimi tjetër. Qul Allah Azza wa Jall pi thotë thuaj pejgamberit. Nuk po thotë Allah Azza wa Jall këtyre persona ju po rrejni. Do të thotë se fjala e atyre, pasi që Allahu nuk përgënjeshtron fjalën e atyre, do të thotë se fjala e atyre është me vend. Me të vërtetë janë kanë të bahegare, nuk kanë pas tjetër qëllim. Mirë po Allahu nuk po thotë aty ju patë qëllim tjetër. Do të thotë kur Allahu po shun nuk po I përgënjeshtron, as neve nuk na takon një përgënjeshtru ata me thonë se ato kanë pas tjetër qëllim. Jo. Thojmë ashtu siç kanë thonë ata, qase na gjykojmë nga jashtë, Allahu I gjykon zemrat. Thojmë se me të vërtetë ata kanë pas qëllimin për tallje, e nuk kanë pas qëllim tjetër. Mirë po Allahu urdhëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe I tha thuaj qul abillahi ama Allahun wa ayatihi ama ayatat Allahut wa rasulihi edhe me pejgamberin e tij testehziun po bani hajgara. La ta'tadiru, mos arsjetani. Mos arsjetani me këta se kem të bëj hajgara. Qad kafartum ju banët kufër, qad kafartum ba'da imanikum, pasi që ju ishi musliman, pasi që ju ishi besimtar. Kjo është prej çështjeve të besimit. Personi I cili vdes të bëj hajgara me fenë Allahut Azza wa Jall, pa u pendua, vdes kafir. Vdes kafir. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Ai personi I cili atat kufrin në këtë vendin ton të mbushur me xhamia, mbushur me xhallar edhe me talebe, I cili ban kufër, bëhet kafir. Nuk ka mu arsjetua. Ndëgjon Allahun Azza wa Jall kur na pas shpjegon suratul Kahf për atë personin I cili po I thot atij shokit vet, edhe po dyshon gjykimin në gjallën e Allahut. Se Allah do ta gjallë ditën e gjykimit, personi po I thot e kafarta billadhi khalaqaka min turab, apo ban kufër në Allahun I cili të krijoi ty prej toka. E bani kafir mini herë. A I tha nëse ka mundësi Allahu me mgjall mua, ki shoki dhe ta, e kafarta billadhi khalaqaka min turab, tha apo ban kufër Allahun I cili të krijoi ty prej toka. Çështja e besimit. Në këtë rast, për e këshëlloj vllazni se kasejtat të cilët janë të ngjizume me humor, e që bëhet talle për ative pisave, qafirave të ative Kosovës, ative humoristave, është kufër, qëtë prej fejes, ata I cili ka bo hajgare, edhe ai I cili e ndëgjon edhe keq bashkë me ta.
Prandaj muslimani e ka të obliguar që këto kaseta nëse i kanë shtëpi vet, me i këshillu familjen e vet, edhe me i largu këto kaseta prej shtëpisë vet, e s'pakti me i thik këto kaseta. Sa Allah azza wa jall na ka urdhëruar në suratul Nisa që mos më ul me xhlis se ku bëhet kufr. Ka thënë nëse janë të bëjë me xhlis kufrit, më uçu prej atij mezhlisit me dal, nëse s'kemi mundësi kur zon. Wa in lam taf'alu, Allah po thotë nëse nuk bani ju këtë, fa innakum idha mithlahum, atëherë edhe ju jeni njëjtë Sokrata.